dhe nëse ne I lëm, ato do të trashen dhe do të kemi patjetër variqe në pjesën fundore të zorës të trash, ose tek sigma ose tek anusi. Këto janë disa prej shkaktarëve dhe le të vemi tek mënyra se si ne duhet I trajtojmë këto në kushte shtëpie, kur hemoroidet shkaktohen nga një çrregullim I tretjes I shoqëruar me diare të shumta, që do të thotë ne kemi prishur dashur pa dashur florën bakteriale në zorë. Atëhere, si mund të veprojmë? Së pari që rregullon shumë mirë funksionimin e zorës së trash është, le të themi, një ftuaj pjekur ose një mollë e pjekur dhe këto të lyera pak me mjalt dhe të pluhurosura me rigon. Kjo është që ne sa të fillojmë të përmirësojmë mirë funksionimin e zorës dhe të shtojmë florën e mirë bakteriale në zorë.